Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën fryerja në sur, bri ose bori. Vëllezër të dashur, nga ngjarjet të cilat do ta shoqërojnë ditën e gjykimit, madje nga vështirësitë të cilat do t'i paraprin ditës së gjykimit, është edhe fryerja në sur. Është edhe fryerja në sur, pra fryerja shqipsurit bori, përkthehet edhe bri, pra në një mjet ku meleku Israfil me urdhnin e Zotit do të fryj 2 herë në këtë sur. Kjo çështje përmendet në Kur'anin famëlart, është nga çështjet bazike të besimit të muslimanëve, në të cilën bile asgjë futet në dyshim diçka nga kjo çështje. Pra është një çështje ku Allahu xhelle shanuhu e ka bërë kusht të besimit islam. Kusht prej kushteve të besimit islam. Pra ka të bëj me gajbin. Gajbin të fshehurën e Allahut të lartësuar. Çka është e fshehur? E fshehur është ajo të cilën për sy ton nuk duket, për veshët ton nuk dëgjohet, për gjymtyrët tona nuk preket, nuk shijohet, po ashtu për logjikën e të dobtive është jashtëzakonisht e vështirë, mirë po shumë e këndshme për besimtarët e denjtë të Allahu i lartësuar. Pra, të besojmë se Allahu xhelle shanuhu do të urdhëroj të fryhet në atë sur. Këtë Allahu xhelle shanuhu e përmend në shumë ajete kuranore. Në një ajet kuranor Allah thotë kështu: "Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd." Dhe atë ditë, pra para se të bëhet kiameti, ne do t'i lëjmë të gufojnë si val deti njëri me tjetrin. Fjala është për Je'xhuxhet dhe Me'xhuxhet. Wa nufikha fi s-sur. Shifni çfarë thot Allahu? Wa nufikha fi s-sur. Dhe pastaj do t'i fryhet surit. Pastaj do t'i fryhet surit, fa jama'nahum jam'a, dhe ne do t'i grumbullojmë së bashku të gjitha krijesat. Pra, fryerja në sur është pjesë e pandashme e besimit. Ai i cili nuk beson në fryerjen e surit, nuk beson as në kushtin e 5 të besimit islam, i cili është besimi në ditën e gjykimit, dhe si rrjedhoj nuk llogaritet as edhe si musliman, për çfarë janë edhe kushtet 6 shartet e imanit. E një pjesë e këtyre 6 sharteve që ka edhe besimi në fryerjen në sur. Pejgamberi alayhis salam, duke folur
për këtë ndodhi që do t'i parapri ditës së Kiametit, ai pejgamberi alayhis salam na drejtohet dhe na thot kështu: Jaa Arabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Erdhi një beduin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: Mes sur, ka dëgjuar në Kur'an përmendet, në shumë vende në Kur'an, tha, ç'është suri o i dërguari i Allahut? Qal qarnun yunfakhu fi, është një bri, një bori në të cilën do të fryhet. Fryerja në sur, në bori, në bri, para Kiametit, është çështje e gajbit, e fshehur e Allahut të lartësuar. Ashtu siç përmendëm pak se kur flasim për çështje të gajbit, të fshehurës, aty gjithçka e lëjmë anësh nga gjymtyrët, gjithçka lëjmë anësh, por se vetëm besojmë ashtu siç na ka ardhur. Dhe ne duhet besuar për gjithçka që është e gajbit. Pa marrë parasysh, a na merr mendja neve. A mund të gjejmë arsye logjike ose nuk mund të gjejmë për çështjet e gajbit të fshehurës? Ne e kemi patjetër t'ju besojmë lajmeve të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam ashtu siç na kanë ardhur. Për atë dhe quhen gajb, të fshehura nga gjymtyrët, të fshehura plotësisht, pra nga arsyetimet logjike, madje shkencore e kështu me radhë. Për atë quhen edhe të fshehura. E një prej çështjeve të besimit, pra, në të fshehurën e Allahut që është e fshehur, pra qenë ka edhe fryerja në sur, sikur se janë të fshehura edhe jeta në vareza. Pra, a mund të vërtetosh pa ajete dhe hadithe jetën në vareza? Jo. Me shku e hapin varrin, s'ka mbet send, trupi është konvertu në tokë edhe as më shumë as më pak. Pastaj ringjallja, pastaj ura e siratit, pastaj xheneti xhenemi, mizani, peshori që të maten veprat. Gjitha këto, a mund t'i shohim qëtash? Jo. Mund t'i prekim? Jo. A mund t'i dokumentojmë, argumentojmë me logjik dhe shkencë? Jo. Por se çfarë janë këto? Janë çështje të fshehura për ne për moment. Dhe këtu shifet besimi i besimtarit. Këtu shifet ajo kualiteti, forca dhe masa niveli i besimit të besimtarit. Kur ti thot Allahu diçka, pa marrë parasysh a e prek a se prek, pa marrë parasysh a dokumentohet, argumentohet me argument shkencor logjik ose jo, por se ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, u kry është çështje që unë jam i bindur në të, bile ma shumë se edhe në ato çështje që unë i shoh. Këtu dhe kështu matet besimi, në besimin në çështjet e gajbit të fshehurës. Për çështjen e surit në një vend tjetër, Allahu xhaleshanuhu na thot kështu: Wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard. Do të urdhroj Allahu melekun Israfil të fryej në sur herën e parë. Dhe ai në atë sur do të fryej, dhe çfarë thot Allahu në ajetin 68 të surës 39, gjithkush që është në tokë
do të shuhet, do të përfundoj. Gjithçka. Illa men sha Allah. Pra nga jo fryrje e Israfilit në sur, do të shuhet gjithçka ka në tokë dhe në qiell, përveç disa krijesave të cilat Allahu dëshiron që të mos shuhen. Thumme nufikha fihi ukhra. E pastaj do të urdhërohet Israfili që të fryej edhe një herë në sur. E çfarë do të ndodh kur do të fryj për së dyti? Fa idha hum qiyamun yanzurun. Pastaj fryhet për herë të dytë, kur ti shohësh ata të gjithë të ngritur shkojnë drejt vendit ku do të bëhet edhe gjykimi i njerëzve nga ana e Allahut të lartësuar. Padyshim që këtë çështje nefsi është i prirur të di pak më shumë, se i duket nefsit më interesant. Kur flet për çështjet e gajbit, të fshehurës, shembull jetën vareza, jetën botën tjetër, ose kështu me radhë, njerëzit më shumë kanë interes, më shumë kanë kurreshtje të dinë. Dhe kjo është mëse normale, është e kërkuar që në të dimë dhe ta kujtojmë si që bëjmë edhe sot. Pse se kjo është formë, mënyrë për të arritur unë dhe ty devotshmërinë të Allahu i lartësuar. Edhe u pyet pejgamberi alayhis salam pak më tepër në lidhje me surin. Edhe këto ishin përgjigjet e pejgamberit alayhis salam, me siguri edhe neve na intereson pak më tepër të dim. Thot hadithi: "Thumma yursilu Allahu rihan baridatan min qibali ash-Sham, fala yabqa ala wajhi al-ard ahadun fi qalbi mithqala dharratin min iman, illa qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabdi jabalin la dakhalat alayhi hatta tuqbidahu." Para kësaj, do të dërgon, thot pejgamberi alayhis salam, Allahu një erë të lehtë, e cila do të vi nga Shami, do të vi nga vendet e Shamit, janë Siria e sotshme, Jordania, Libani edhe Palestina. Këto vendet e Shamit. Do të dërgoj Allahu një erë të lehtë nga vendet e Shamit, dhe ajo erë do t'ja u merr me urdhrin e Allahut shpirtrat të gjithë besimtarve musliman. Të gjithë besimtarve musliman. Edhe atë i cili qoftë në zemrën e tij ka besim, qoftë edhe sa grimca. Qoftë edhe sa grimca, edhe atë do ta merr Allahu xhalleshanu. Edhe sikur ndonjëri prej jush të futej në thellësinë e një mali, kudo qoftë, ajo do të hynte tek ai derisa t'ja merrte shpirtin. Pastaj sqaron pejgamberi selam: "Fa yabqa shiraru an-nasi fi khiffati at-tayr." Dhe do të mbeten njerëzit më të këqinj në faqe të tokës, të lehtë si zogjt, me mendje si të bishtave. Të me thonë, njerëz më të ullët, më të këqinj, më kriminal do të ngelen. La ya'rifune ma'rufen wala yunkirune munkara. La ya'rifune ma'ruf. Këto njerëz që do të ngelen nuk njohin të mirën si të mirë as pak. Fare nuk i intereson atij të urdhroj për mirësi, për devotshmëri, për nder, për moral. Dhe fare nuk do t'ju interesoj
të ndalin njerëzit nga vjedhja, nga krimi, nga vrasja kështu me radhë. Këto njerëz do ta shoqërojnë botën në këtë fazë. فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ. Dhe atëherë do të bëhet shejtani në një formë në të cilën do t'i ftoj, do t'i thras dhe do t'ju thot, a nuk më përgjigjeni mua? فَيَقُولُونَ بِمَ تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. Tha, në çfarë ti na urdhron? Tha, në adhurimin e idhujve. Prap do të kthehet adhurimi i idhujve. فَيَعْبُدُونَهَا وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارُ رِزْقِهِمْ حَسَنُ عَيْشِهِمْ. Do ta adhurojnë, apo do t'i adhurojnë idhujt, edhe kjo do jetë risku që do ta kenë në këtë botë më i miri për ta, ndërsa në botën tjetër do të kenë send. Thumme yunfakhu fi s-sur. E çtash, thot pejgamberi selam, pas kësaj çfarë do të ndodh? Atëherë do të fry Israfili në sur me urdhrin e Allahut të lartësuar. Fela yasma'uhu ahadun illa asgha litan. Dhe nuk do ta dëgjojnë atë pa e anuar veshin dhe pa e ngritur qafën. Wa rafa'a litan wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawda iblihi. I pari që do ta dëgjoj do të jetë një çoban i cili do t'ju jep ujë bagëtive të tija. Fa yus'aku wa yus'aku an-nas thumma yursilu Allahu matara. Dhe atëherë do të frym edhe do të vazhdoj ajo fryrje në sur derisa njerëzit të tmerohen. Derisa njerëzit të tmerohen. Pastaj Allahu do të dërgoj një shi si vezë dhe nga ai do të mbin trupat e njerëzve. Pastaj do t'i fryhet suri për herë të dytë dhe ja ata do të ngriten para Allahut të lartësuar. Pra përsëditi, atëherë pas atij shiut do të fry edhe do të ngriten njerëzit, do të ringjallin. Pastaj do të thuhet, o njerëz, ejani te Zoti juaj, ndalojni ata sepse do të pyeten. Pra do të dalim para Allahu xhelleshanuhu në vendin në të cilën ne do të japim llogari për veprat tona. Duke sqaruar pejgamberi alayhis salam, siç tham se ç'është edhe ne kemi hi edhe më thellë besoj, duhet të dimë edhe pak më tepër. Thash, kjo është një kurreshtje çdo njeriu, kështu kanë dashur edhe më herët sahabët. Dhe pejgamberi selam ka sqaruar për këto çështje të gajbit, të fshehurës. Thot, bejne nefkhatejni arbaun. Pejgamberi selam tha, mes nefkhatejni, dy fryrjeve, thot ka 40. Kalu ja Ebu Hurajre, arbaune yawman, a tha pejgamberi selam do të ketë 40 ditë. Kal e bejtu, tha jom. Kalu 40 shahran, 40 muaj, kal e bejt, tha jom. Kalu 40 sene, 40 vjet, kal e bejt, tha jom. Thumme yunzilu Allahu mines semai maen, fe jembutune kema jembutu l'baklu. Pastaj Allahu do të dërgoj shi nga qielli dhe ata do të mbin ashtu si mbin bima. Ai tha, nga njeriu çdo gjë shkatrohet përveç një kocke të vetme. Do të thonë, krejt shkatrohet kur do të shkatrohet me fryrjen e parë përveç një kocke të vetme. Wa laysa min al-insani shay'un illa yabla illa 'adhaman wahidan
wa huwa ajbu dhanbi, e cila është ashti i bishtit. Këtë ka thonë pejgamberi alayhis salam para 1400 viteve. Mirëpërshif si na ndihmon Allahu që ne të bindemi ma thellë të besojmë çështjeve të gajbit, të bindemi ma thellë. Pas 1400 viteve e vërteton edhe shkenca çfarë kockën e vetme e cila nuk shkatrohet, e cila është pra kocka e bishtit. Dhe aty është edhe ADN-ja e çdo njeriu. Këtë ka thonë pejgamberi para 1400 viteve dhe çtash e vërteton. Çfarë na bën neve kjo çtash? Edhe më shumë na shton imanin, besimin, se nëse e ka thonë çka pejgamberi e ka vërtetu shkenca, elhamdulillah, atër gjithçka ka thonë ai çashtu është. Dhe nëse na vin shejtani në kokën tonë apo në zemrën tonë diçka të na bëj ndryshe nga ajo që e thotë dhe që e dëgjojmë, në çfarë do të themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe ta largojmë, të rrisim imanin, të rrisim bindjen në këto të vërteta që do të na shoqërojnë dhe të bëhemi nga ata të cilët do të i shfrytëzojnë këto të vërteta, edhe të jenë më vigjilent në jetën e dunjas, por edhe të përgatitur në botën tjetër. Pas e thot pejgamberi alayhis salam, wa huwa ajbu dhanbi wa minhu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyamah, e cila është ashti i bishtit, prej tij do të rindërtohet krijimi në ditën e kiametit. Nga aty do të rindërtohet edhe një herë do të dalim në njëjtë sikurse ishim. Besimi në fryrjen e surit të vëllezër të dashur na sjell neve shumë dobi. Kemi shumë mirësi, apo lën shumë gjurmë në trurin ton, në zemrën ton, në trupin ton dhe në sjelljet tona. Nga besimi në fryrjen e surit, gjurmë që i lën ky besim në këtë çështje të gajbit, që s'mund të kapet as me gjymtyr, as me logjik, po thjesht vetëm me besim në Allahun xhaleshanu, ashtu siç lajmëron ai, siç i lexojmë edhe ne ajetet dhe hadithet, këto janë shumë pak nga ato që kanë ardhur, aq shumë që ka fol Allahu xhaleshanu për këtë të vërtetë. Ne mund të veçojmë nga ajo që përfitojmë nga kjo e vërtetë, është edhe çështja e parapregatitjes së besimtarëve për këto ngjarje, për këto ndodhi të tmerrshme që neve na presin. Do të ndodhin sigurt. Ikje prej tyre nuk ka. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? I mençuri mendon, logjikon dhe bëhet gati për këto të vërteta që janë të fshehura. Kush janë më ato kryesoret? Vdekja, jeta në vareza me errësirën e saj, ringjallja, pastaj llogaria, pastaj rruga e Siratit, e kështu me radhë. E këto janë të vërteta. Më të vërteta se dhe që ne ekzistojmë. Që kështu si njihemi ne ndërmjet. Ne nuk njihemi ndoshta edhe çash detaj trupin ton. Nuk e njohim çash detaj trurin ton. Dhe ne çfarë themi? Unë e njoh vetveten time. Po, sa e njeh? Sa e njeh medicina? A që këtë fryrje në sur e njofim, e besojmë, e në ma shumë sa e njofim vetën e i besojmë vetveteve tona, për çfarë na thuen tjerët se si dukemi dhe çfarë përbërje kemi ne. Pse se fundi shkon të një specialist thotë kështu, të një tjetër thotë kështu. Do të thonë, ne nuk e njeh kemi edhe shumë realitetin e botës e cila na rrethon, duke filluar prej vetes.
Ama që këtë e njofim ma shumë sigurt. Pse se këtë në ka thonë Zoti, me ajet kuranor, pik për pike, fjalë për fjale, që kështu ka me ndodhë, ne e njofim, që kështu si ka thonë Zoti, po nuk mjafton kjo. I besim dhe e njofim, po do të qemi të mençur, atëherë kur do bëhemi gati për këto sfida që neve na presin sigurt dhe s'ka ikje prej tyre. Thotë Allahu në Kur'an, iqtaraba linnasi hisabuhum, o është afruar njerëzve dhënia llogari e tyre. Ka dalëve kiameti, o gjo, ka erdhë kiameti, jo be larku kiameti. Po pse ka thonë Allah ju është afruar? Po afër është se dë vdesim. Edhe s'ka lidhe kur do bëhet kiametin, pasi që ti e ke pas shansën, ke punu, shka ke punu, pastaj do t'jellë llogaria. Për ato është afër. Arabët të përdorin çdo gjë që do vine është afër, edhe pale sa vjet me zgjat. Ama do vine. Pa atëherë është afër, bënu hazër. Për atë Allah thot, iqtaraba linnasi hisabum, o është afruar njerëzve llogaria e tyre. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allahu musta'an. Ndërsa njerëzit hala ende nuk e kanë kuptu, ende janë në çkujdesje, ende janë në gafle, mu'ridun, edhe pastaj refuzojnë që ti kthehen në rrugës Zotit, refuzojnë që ti kujtojnë të vërteta dhe të marrin mësim. Ma gjene kur të dalim që këtu, shumë e shtrëngojë, çfarë është, çfarë u bë, çfarë do bëhet. Dhe kemi debate plot, po duhet kemi debate. Po inshallah shkojnë debatet na të vijnë pozitive të ndryshimeve tona, o të shtrenjtit e mi. Mos jemi nga këto që na kapen nga flet, në shkujdesje. Mos jemi nga ata që i refuzojmë. Këta leni i riu njëm, ka dalbe t'i bije njerë, ka dalbe se paret me thu njerë. Të mirë, po Allah dhe të është afru. Ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Dhe sa herë që ju vjen një dhikr, një përkujtim nga Allahu i lartësuar si ki i jonis i sodi që më ka erdhë edhe mu edhe juve, disa njerëz, inshallah si jemi nga ata, çfarë bëjnë ata? Illa istama'uhu wa hum yal'abun. E ndëgjojnë, ama tallen me ata, nuk e marrin për seriozisht. Inshallah s'na bën Allah prej atyre. Dobi tjetër kemi o vlezër, kur i nxjem këto lajme e kuptojmë edhe fuqinë e Allahut, se Allahu sa mbill e hap syt, i ringjallën krejt, i vdes krejt, bën çfarë të doj Allahu. Po ashtu tjetër është edhe çështja e tmerreve, ndodhive që ndodhin në botën tjetër, siç thon nga vdekja, errësira e varrit, jetën e varreza, ringjallja, pastaj peshorja, e kështu me radh janë të tmerrshme. Ama bëjnë përjashtim, ç'kët ngjanje. Ç'kët hajta ngjem bashkë shtaj, pak më mirë dhe ngjem. Ama ka përjashtim. Krejt këto që i përmendëm, shif krejt sigur një frikë, krejt sigur një trem, një gajle. Mirë po, të gjitha këto nuk vlejnë, do t'jenë të lehta dhe nuk do t'i përjetojnë kush? Besimtarët të cilët janë të devotshëm. Besimtarët të cilët i respektojnë mësimet e Zotit. Nëse jemi nga ata që falim namazin, japim zeqatin, agjerojmë, ju ruhemi harameve të mëdhoja, i bëjmë farzet, rejni rahat se ne nuk do t'i përjetojmë krejt këto, për në të gjitha këto faza, do të na lehtësoj Allah dhe do të jemi të kënaqur. Allah thot, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna, ata që bën punë të mira dhe ne u dham mirësi edhe në dunjë, të devotshmit dhe këtu do të kenë mirësi. Ulaike anha mubadun, ata do të jenë larg nga këto tmerre të këtyre që ne i përmendëm. Duke filluar nga suri deri në ringjallje, llogaria, pastaj Allahu inshallah na bën prej atyre që na fus në xhennet edhe pa llogari hiç. Amin. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.